Frutat që shiten të prera dhe gati në bregdec. Një alternativë e mirë apo ne rrezikojmë disi shëndetin? Mua më shqetëson më shumë aspekti i sigurisë ushqimore. Të vendosura në të qeset, që shkojnë çadër më çadër, a janë të sigurta? Unë do preferoja të merrnim fruta nga shtëpia me nga ato frigorifer ndjes portativ, që të ruajnë freskinë dhe t'i kemi larë si duhet. Pra, kemi më tepër kontroll ne si konsumator rreth sigurisë ushqimore. Se çfarë rrezikojmë? Se mos harrojmë që fëmijët e vegjël i kërkojnë shpesh. Nuk e dim se si janë mjetet, pra janë zbatuar të gjitha ato masat e sigurisë ushqimore, duke filluar që nga larja e këtyre frutave, pastërtia e mjeteve të përdorura për prerjen, transportimi i tyre, janë mbartur në freskinë e duhur apo jo, pra mënyra e transportimit, ekspozimi në diell, mbahen në qese plastike apo nuk mbahen në qese plastike. Pra, për të qenë të sigurt, unë do preferoja më mirë që të marrin vetë masat dhe të marrin frutat nga shtëpia.